Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلنرم الله سبحانه وتعالى صلواتت jan për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe shpëtimi Allahu xhalla xhelalu qofshin mbi familjen e ndershme të profetit, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Siç folëm në mësimin e kaluar, në javën e kaluar pra, mbi ditëlindjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që njerëzit nuk kanë pse të gëzohen thjesht duke mjaftuar në festime, në kremtime të mevludit, sepse nuk shfaqet kështu dashuria me pejgamberit alayhi salatu wassalam, por njeriu duhet të punojë, sepse xheneti fitohet duke punu dhe jo thjesht duke këndu. Edhe ju ceka pak a shumë atë që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vdekur në të njëjtën datë që ka lind. Nëse shumica e njerëzve festojnë ditëlindjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe janë të bindur shumica e tyre që ka lindur në 12 muajt Rabiul Awwal, po ashtu Imam Muhammad ibn Ishaq dhe imam të tjerë të historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur pikërisht me datën 12 muajt Rabiul Awwal. Atëherë, nëse shumica e njerëzve e marrin këtë lloj date si ditë gëzimi, ne gëzohemi që ka lind pejgamberi alayhi salatu wassalam, po jo ta kthejmë ditëlindjen e tij në një rit fetar të mirëfillt, ku fillon dhe mbaron me një strukturë të veçantë. Sepse ibadetet dhe adhurimet na vijnë vetëm nga Allahu xhalla xhelalu, ashtu sikur don Zoti, ashtu sikur don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe jo siç don logjika dhe arsyeja e njerëzve. Nëse njerëzit, shumica e njerëzve sot e marrin datën e ditëlindjes pejgamberit alayhi salatu wasalam si datë festimi për të kryer një rit të posaçëm që quhet festimi me vludit pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë patjetër duhet të merret e njëjta ditë si datë pikëllimi, si datë ngushëllimi, ku njerëzit mblidhen me njëri tjetrin dhe thotë dinë njerëz se sot ka vdekur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë, por që të dyja nuk i shkojnë për shtat dhe nuk i shkojnë për hije pejgamberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që të bëhet ditëlindja e tij një fest, një adhurim i veçantë, në të njëjtën kohë të bëhet dhe dita e vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam ditë pikëllimi, ashtu sikur kanë shiat ditën e vrasjes së Husajnit. Edhe në bazë të asaj dite e kanë ndërtuar një fjalë përthuajse të gjithë fen e tyre, edhe e curin adhurimet, gjithçka ka ndërtuar pikërisht me atë lloj date, duke treguar gjithmonë për me sfidu sunit. Në më thënë, ju sunit me kanë një vrarë Husajnin, edhe në këtë ditë pikëllimi do të kemi kundër jush. Atëherë e njëjta gjë, dhe ashtu sikur festimi, ashtu dhe pikëllimi nuk janë ditë që ne të mblidhemi tani dhe burrat festojmë ose të pikëllohemi. Por kundrazi, nëse po bëhet fjalë që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lindur një datë të caktuar, që faktikisht nuk dihet saktësisht se kur ka lindur pejgamberi alayhi salatu wasalam, do t'i jepet rëndësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thjesht dita që ka lind apo dita që është dërguar pejgamber. Ajo është dita më e madhe, dita që është dërguar pejgamber, ndërsa ndër ditët më fatkeqe edhe më pikëlluese për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë pikërisht dita e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ditë e cila shënon se nuk do të vinë në atë ditë që kanë jetuar dhe përjetuar sahabët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por do të vinë ditë që do të largohen njerëzit nga suneti, do të vinë ditë që do të largohen njerëzit nga urdhrat e Allahu xhalla xhelalu, do të vinë ditë që muslimanët do të përçahen me njëri tjetrin. Andaj dhe muslimanët, sahabët në veçanti, i ka dhënë një rëndësi të madhe vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, jo ditë pikëllimi siç e kanë shihet për vrasjen e Husajnit, por thjesht për të kuptuar se vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shënon në të njëjtën kohë fillimin e çrregullimeve edhe fillimin
e mangësisë së fesë tek muslimanët, pasi sa ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo fe është plotsu ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe nëse njerëzit, shumica e njerëzve në këtë muaj të muajit Rabiul Awwal pra e kanë festu në një lloj riti të veçantë ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë mendoj se shkon për shtat flasim edhe për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thjesht si rrjedh e ngjarjeve, çfarë kanë vepruar sahabët, çfarë na ka lënë porosi pejgamberi alaihi salatu wasalam, pse vdiq pejgamberi, më thënë çfarë mesazhi na la pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe çfarë bën sahabët e tij mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajeti i fundit kuranor që zbritur nga Kurani, thot Allahu Jalla Jalalu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dhe kini frikë atë ditë ku ju do të ktheheni tek Zoti juaj dhe secilit për ju do t'i paraqitet ajo që ka vepruar dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejti. Ky është ajeti i fundit në surën Baqara, ajeti i fundit që ka zbritur nga Kurani famëlar. Sa ditë ka jetuar pas zbritjes së këtij ajeti pejgamberi alayhi salatu wasalam? 9 ditë. Nuk ka jetuar më shumë se 9 ditë. Pse? Është një lloj shenje, mesazhi nga ana Allahu Jalla Jalalu që nëse plotësohet zbritja e Kuranit, pra nëse plotësohet feja, nuk ka pse të ri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë botë më shumë. Pse? Sepse mesazhi i tij ishte thjesht të përçonte fjalën e Allahu Jalla Jalalu dhe të plotësohej feja sa ishte ai gjallë. Allahu Jalla Jalalu në Kur'an thot: "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum." Profeti Muhamedi alayhi salatu wasalam, thot Allahu Jalla Jalalu, nuk është gjë tjetër vetëm si i dërguar, ashtu sikur kanë kaluar dhe të dërguar të tjerë para tij. A nëse ai vdes, thot Allahu Jalla Jalalu, ose ai vritet në luftë, ju do të largoheshit nga rruga e tij, ju do të alinit fenë Allahu Jalla Jalalu, ju do të alinit traditën profetike. E pra, ky ajet është një shenjë nga ana Allahu Jalla Jalalu që pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është gjë tjetër vetëm se profet nga profetët e tjerë. Mirë po, është më i dashur i Allahu Jalla Jalalu, në të njëjtën kohë pejgamberi alayhi salatu wasalam është dhe vula e profetëve, çka do të thotë se nuk do të vijë më profet tjetër pas tij. Nga ana tjetër, Allahu Jalla Jalalu në këtë ajet kuranor na tregon se ky profet për ju o sahabe që po keni jetuar bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, do të vi ditë dhe ai do të vdes. Do të vi ditë dhe ai do të largohet nga dynja. Do të vi ditë dhe ai do të shkojë në ahiret. Pse? Sepse masi ta kryej mesazhin hynor, atëherë nuk ka pse të rrimë në dynja pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është dërguar për t'i treguar dynjan se si duhet të jetohet dynjaja, por i është dërguar nga ana Allahu Jalla Jalalu si duhet të largohen nga ndalesat që i ka ndaluar Allahu Jalla Jalalu dhe të shkojnë sipas urdhëresave atyre urdhëresave që ka urdhëruar Allahu Jalla Jalalu. Dhe më thonë, çka lidhet me çështjet e shariatit dhe çka lidhet me çështjen e fesë. Nga ana tjetër, vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam në shumë ajete kuranore, Allahu Jalla Jalalu ja ka dërguar këtë lloj mesazhi herë pas here vetë pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ai do të vdiste. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dinte shumë mirë këtë punë, mirë po ishte një lloj mesazhi në të njëjtën kohë për sahabët dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, një lloj parapërgatitje që mos të pikëlloni aq shumë sa ju të kaloni nga feja. Mos të ndjeni një lloj fatkesie aq të madhe. Faktikisht vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasalam është një fatkesi shumë e madhe për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në veçanti që përjetuan jetën me të, por dhe për muslimanët në përgjithësi. Mirë, por nuk ka pse pikëllohen aq shumë sa njerëzit bëhen pesimist. Vdiq pejgamberi, o burra tash i dalim nga feja. Vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe unë nuk jam më musliman. Përkundrazi, Allahu Jalla Jalalu thot nëse ai vdes ose vritet ju do të largoni nga feja. Jo, nuk është kjo rruga. Rruga është që ju të jetoni për atë jetë që jetoi pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe të vdisni ashtu sikur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me besim dhe iman dhe me islam. Domethënë duke ndjekur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Jalla Jalalu në Kur'an: "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Vërteti do të vdesësh o profet.
do të mbarosh ashtu si kur kanë vdek gjithë të tjerët para teje. Wa innahum mayitun, dhe ata të tjerët që janë bashkë me ty dhe njerëzit e tjerë edhe ata do të vdesin. Një lajm tjetër po është një mesazh tjetër nga ana Allahu xhelle xhelalu që pejgamberi alayhi salatu wasalam do të vdes. Andaj dhe gjithë këto ajete i bën një lloj parapritje sahabëve që shikoni se do të vijë dita e ndarjes nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ashtu sikur zbriti ajeti kuranor kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte në Hajjatul Wada, në haxhin e lamtumirës të vetmin haxh që ka kryer pejgamberi alayhi salatu wasalam, ku Allahu xhalla xhelalu thot el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e plotsova fen time për ju. Po ashtu, sot thot Allahu xhalla xhelalu e plotsova dhe mirësinë time ndaj jush, në të njëjtën kohë un jam kënaq duke ju dhënë juve islamin si fe. Inna dina inda Allahi l-islam. Vërtet feja e pranuar të Allahu xhalla xhelalu është vetëm islami. Ky është për mesazhi tjetër që dha Allahu xhalla xhelalu, që është plotsu feja dhe e vetmja fe e pranuar nga Allahu xhalla xhelalu është vetëm islami. Kur e ka dëgju këtë ajet kuranor, Omeri radiallahu anhu, njeriu i cili ishte dukej në pamjen e sahabeve në jetën e tyre si njeri i vrajsh dhe i ashpër, më thënë njeri i butë se Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri qau. E pyetën Omerin, "Wama yubkik?" Pse të qanë? Atë e tha Omeri radiallahu anhu, "Fa innahu ma kamula shay'un illa wa bada'a an-nuqsan." Vërtet nuk plotësohet diçka vetëm se pas asaj fillon mangësia. Domethënë çdo gjë që plotësohet mas plotësimit vjen mangësia. Çka do thotë se të gjitha krijesat lindin, ato rriten, shkojnë në një farmase që është maksimumi, pastaj me një fjalë plakën dhe do të vdesin. Kjo është ajo lloj rruge e gjatë, a nëse Allahu xhelle xhelalu e ka caktuar të jetojë më shkurt, do të jetojë më shkurt. Andaj dhe Omeri radhiyallahu anhu e kuptoi mirë mesazhin që kur do të fillojë të mangësohet feja, nuk mangësohet feja kur sa është pejgamberi alayhi salatu wasalam gjallë. Do të thotë që ky ajet tregon për vdekjen e afërt të pejgamberit alayhi salatu wasalam, çka do thotë se profeti do të vdesë shumë afër sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë qau Omeri radhiyallahu anhu, sepse ai lloj plotësimi që e ndjeu dhe përjetoi Omeri bashkë me sahabët e tjerë nuk do ta ndjenin më ashtu sikur e ndjenin në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por do të përjetojnë përçarjen, largimin nga suneti, do të iki gjenerata e sahabeve, njerëzit do të përçahen akoma më shumë, do të iki gjenerata e tabiinëve, njerëzit do të përçahen akoma më shumë, do të iki gjenerata e tabiinëve dhe njerëzit do të hallakaten akoma më shumë, ashtu sikur janë hallakatur dhe janë përçarë muslimanët sot kudo në botë, qofshin në të troje apo në të gjithë vendet arabe apo në të gjithë vendet islame. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam që kur zbriti sura an-Nasrit, idha jaa nasrullahi wal fath, e kur të erdhi ty triumfi Allahu xhalla xhelalu dhe çlirimi i Mekës. Atëre thot Allahu xhalla xhelalu, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, edhe ti i pe njerëzit të futen tek feja Allahu xhalla xhelalu truma grupe, do të thon pal, jo më një nga Afrika, por njerëzit vinin vetë në Medinë pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe pranonin islamin në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ja arriti asaj dite pejgamberi alayhi salatu wasalam që nuk shkonte më tek njerëzit, por njerëzit vinin tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për të pranuar islamin. Mbi 100 delegacione nga në vitin e parafundit dhe vitin e fundit kanë ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për të pranuar islamin. E pra të gjithë të ishin shenja që u plotsu feja, a fillun njerëzit vetë më ardh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ndjen një lloj sigurie në shtetin islam të sapo formuar, do të thotë që është plotsu feja, është plotsu sistemi, është plotsu shariati, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam do të vdes, andaj dhe Omeri radiallahu anhu me të drejt e kuptoi se çfarë do ndodh me umetin dhe me muslimanët në përgjithësi mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu transmetohet tek Imam Muslimi që pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka qenë në Hajjatul Wada, në haxhin e lamtumirës, i ka thënë njerëzve: "Khudhu minni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadha." Merrni për meje tani, thot, të gjitha rregullat se si bëhet riti i haxhit, pelegrinazhi në haxh, si bëhen të gjitha ato, si kryhet adhurimi i haxhit kur jemi në Mekë,
sepse unë nuk di, thot, ndoshta nuk do të takohemi më pas këtij viti. Dhe më tha, nuk i tha to çfarë unë do të vdes, por i tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, ndoshta s'do takohemi më mas këtij viti. Kjo fjalë ndoshta do thotë që ky ishte haxhi i lamtumirës. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam në haxhin lamtumirës u ka dhënë këshilla të gjata sahabëve të tij, banorëve të Mekës dhe muslimanëve në përgjithësi. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam, duke qenë se po ndjente që po vinte dhe fundi i jetës, transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij që një ditë kur e ka dërguar pejgamberi alayhi salatu vesselam Muadhin në Yemen, e hipi mbi kafshën që udhëtimit që do të shkonte Muadhi radhiyallahu anhu, dhe shikoni thjeshtësinë e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muadhi hipi mbi, ndoshta ka qenë deve aty duke ecë, pejgamberi alayhi salatu wasallam ecte në kam dhe e këshillonte vazhdimisht Muadhin se çfarë do t'i tregonte banorëve të Yemenit dhe muslimanëve të atjeshëm, ose dhe jo muslimanëve, në mënyrën se si do t'i bënte davet atyre për në Islam. Në të njëjtën kohë i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë këshillave, wa Muadhin rakibun wa Rasulullah yamshi, Muadhi ishte i hipur dhe Rasulullah pa i dërguar nga Allahu xhelle xhelalu este bashkë me Muadhin në këmbë. I thot, ja Muadhu, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. O Muadh, thot, ndoshta ti mas këtij viti nuk do më takosh më mu. Atëherë Muadhi u çudit. Po bëhet fjalë që pejgamberi alayhi salatu wasalam do të vdes, atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri, ndoshta po ashtu ti do të vish në Medinë, të kalosh në xhamin time, të kalosh tek varri im, mirë po nuk do më gjesh mu. Do gjesh varrin, do gjesh xhamin. Dikur kur e falu bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, fa baka Muadh. Atëherë Muadhi zume qau sepse ndjeu që ky ishte ndarja e fundit nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Këtu dhe fillon fillimi i ndjenjës vetë pejgamberit alayhi salatu wassalam, mase dërgon dhe Muadhin përfundimisht në Yemen, ndjenjë që i shafruar vdekja përfundimisht. Edhe tregohet që pejgamberi alayhi salatu wassalam fillimisht e ngarkoi një ushtri që të shkonte në kufit Siris, domethënë për me çel tokat e Shamit, dhe ngarkoi si prijes të muslimanëve ose krye komandant asaj ushtrie Usama ibn Zeidin, që nuk ishte më shumë se 18 vjeç, në komandën e të cilit do të ishin sahabët e mëdhej, Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Ebu Ubejde, Khalid ibn Walidi, krejt sahabët e mëdhej, strategët e luftës do të ishin në komandën e Usama ibn Zeidit. Edhe ran dakord se fillim bën ca fjalë me fjalë ensarët, për shembull jo fjalë për me kundërshtu pejgamberin alayhi salatu wasalam, por donin t'i tregonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do të ishte më mirë të gjente një komandant më të mirë se Usama. Ai ishte vetëm 18 vjeç, ishte shumë i ri dhe nuk ishte përvojë. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë tha? Ju po flisnin për Usamën. Usama është i ri në moshë, çka do thotë që nuk ka përvojë, është dhe njëri i varfër, është dhe njëri i cili vjen prej skllavërisë, më thënë nuk fisi i tij mi fjalë vjen për slavërie, nuk është se ka qenë fis mi fjalë i të lirum që prekohesh, kjo nuk do thotë gjë fare, sepse për të njëjtën gjë kanë folë edhe për Zeidin, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, domethënë për babain e tij, fa innahu khaliqun lil imara, Zeidi në të njëjtën kohë ka qenë një krijesë që ka krijuar Allahu për të qenë komandant. Ai kishte pas vrarë Zeidi baba i vet, andaj dhe djali i tij do të bëhet kryetari i ushtrisë, edhe mbaroi ajo punë. Të gjithë sahabët filluan të përgatisnin para se të niste ushtria, të përgatisnin ushtrinë për të bërë luftë, për të çliruar tokat e Shamit në urdhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe në komandën e Usama ibn Zeidit. Në këtë kohë kur ushtria ishte duke u përgatit, pejgamberi alayhi salatu wasalam natën viziton varrezat e Medinës. I viziton në varrezat e Medinës dhe u ban dua të gjithë të vdekurve, të gjithë muslimanëve aty, dhe masi kthehet në shtëpi ndjen një dhimbje koke. Kjo dhimbje koke pejgamberit alayhi salatu wasalam të nesërmen i shtohet. Me këtë shtim i vjen dhe temperatura, i ngritet temperatura pejgamberit alayhi salatu wasalam derisa e kapin ethet. Nga ky moment e derisa ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, disa thonë që ka jetuar 13 ditë, disa thonë që ka lëngu pra me këtë smundje të fundit pejgamberit alayhi salatu wasalam 14 ditë. Pra 13 ditë pejgamberi më e parë, 13 ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëngu nga kjo lloj sëmundje. Në të njëjtën kohë pejgamberi alayhi salatu wasalam janë dy transmetime,
gjatë kësaj kohe kur ka filluar të dhinte koka e tij dhe ta merrnin ethet pejgamberin alayhi salatu wassalam, janë dy transmetime. Njëri thotë që ka shkuar në Uhud kur është bërë lufta e Uhudit dhe atë ka fal namazin e dëshmorëve të Uhudit 8 vjet më pas. Pra në këto momente para 8 viteve është bërë lufta e Uhudit, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka shkuar atje dhe ka fal namazin e xhenazës së tyre, ose sipas i mendimit versionit tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka bërë dua atyre, u ka bërë lutje atyre dhe ka fal namazin duke qenë në Medinë. E rëndësishme, i është fal namazi dëshmorëve të Uhudit 8 vjet mas luftës së Uhudit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në momentet e fundit të jetës së tij, si për të treguar që kishte një lamtëmire për të gjallët dhe për të vdekurit bashkë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i fal xhenazat të përgjithshme të gjithë dëshmorëve të Uhudit. Nga ana tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam rëndohet ditë mas dite, rëndohet akoma më shumë, derisa kur fillon të rëndohet shumë dhe ndjen që nuk ka mundësi të ecë, të lëviz, të flas aq lirshëm sa ka pas folur dikur më parë, e shikon që ishte rënduar shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam, atëherë i merr leje grave të tij që të lëngonte në dhomën e Aishës radhiyallahu anha, dhe ata i japin leje pejgamberit, Hafsa vajza e Umerit radhiyallahu anhu, Musulmia dhe tjera, ja japin leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lëngoj atë sëmundje të fundit në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Dhe kjo ka ndodhur një javë para se vdiste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po fjalë për javën e fundit që ka vdek pejgamberi Muhammed alaihi salatu wassalam. Në këto momente, pra në javën e fundit, tregohet një transmetim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Buhariu dhe Muslimi nga Abu Sa'id al-Khudri tregon se pejgamberi alaihi salatu wasalam doli një ditë në xhami, edhe pse ishte smur, kishte fuqi për me dalë akoma, doli në xhami dhe u majti hutbe njerëzve me këto fjalë. Dhe ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, inna Allaha khayyara 'abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'indahu. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, një robër për robërve të ti, jala në dorë të zjerë, të takoj Allahun Gjelle Gjelalu, apo të qëndroj në ato gjëra që posedon në këtë dynja, mi fen në jetën e kësaj dynjaje. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fakhtara dhalika al-abdu ma inda Allah, kurse ai robi për robëve të Allahu Gjelle Gjelalu zgjodhi atë që kishte përgatit Allahu subhanahu wa taala. Në këto momente beka Ebu Bekri filloi të qante. Njerëzit u çuditën, e pan Ebu Bekrin duke qenë dhe thanë subhanallahu, pse qan Ebu Bekri? Profeti alayhi salatu wasalam po flet për një nga robërit e Allahut Gjelle Gjelalu, të cilin e kishte pas lënë dëshirë në zgjedhje Allahu Gjelle Gjelalu të zgjidhte të qëndronte në dynja apo të hikte takonte Allahun Gjelle Gjelalu në botën e ahiretit. Dhe ku po fliste për një person që është i panjohur, pse duhet qaj me fjalë Ebu Bekri? Atëherë thot Abu Sa'id al-Khudri, mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, kuptum që ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai ishte pikërisht ai robi që kishte lënë zgjidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë kanë Abu Bekrin a'lamana, ndërkohë Abu Bekri ishte më i dituri për nesh tek fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe thënë, nëse do kishte një njeri që e kupton të pejgamberin alayhi salatu wasalam më shumë se të tjerët, ai ishte Abu Bekri. Edhe në këtë lloj mesazhi nuk ja tregoi drejt për drejt pejgamberin alayhi salatu wasalam se ai do të vdiste, por e çoi muhabetin anash në mënyrë thjesht një lloj para përgatitje, mirë po drejt për drejt vetëm Abu Bekri e kuptoi mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe duke parë shumë mirë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që Abu Bekr as-Siddiq e kuptoi mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha pastaj të gjitha ato hyrje, ato dyer, të cilat kanë pamë nga xhamia le të mbyllet përveç derës së Abu Bekrit radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë e veçon Abu Bekrin veçmas nga gjithë sahabët e tij, e ngren lart Abu Bekrin veçmas nga gjithë sahabët e tij, jo vetëm kaq, por i thot Aishës radhiyallahu anha, sepse s'kishte mundësi të fliste të tjerë në xhami, ishte në dhomën e vet, i tha muru Abu Bekrin falyusalli bin nasi, shkoni dhe urdhërojni Abu Bekrin të fali namazin për njerëzit, domethënë të bëhet namaz, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam kur lëndu shumë sidomos në javën e fundit, nuk kishte mundësi të dilte dhe të falte namazin bashkë me sahabët e tij, pra të printe sahabëve në namaz.
Po ashtu kemi një transmetim tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka marrë dhe një fjalim tjetër në xhami ku ndjeu që ishte pak më mirë. Donte të dilte tek shokët e tij, tek sahabët në xhami dhe u tha pjesëtarëve të familjes që më bini ujë thot nga puset e ndryshme të Medinës, të lahem thot dhe u la pejgamberi alayhi salatu wasalam derisa ndjeu një lloj shëndeti, një lloj force dhe i mbajtur në Aliun radhiyallahu anhu dhe tek Abasi dolin në xhami, u fal bashkë me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i madhi dhe disa këshilla të ndryshme sahabëve të tij dhe u fut po ashtu në shtëpi. Në një transmetim tjetër që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, një ditë prej ditëve në javën e fundit gjithmonë vjen Abbasi xhaxhai i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kalon në xhamin e pejgamberit brenda në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe aty gjen një grup të madh prej ensarëve banorëve të Medinës, të cilët ishin duke qenë. Atëherë me një fjalë i thot Ibn Abbasi: "Wa ma yubkikum?" Çfarë ju bën juve që po qani, çfarë halli keni? Ata i thënë këto grupi i ansarëve, thot neve kujtonim ato ditë kur ishim bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe ai vazhdimisht na këshillonte neve. Ne nuk përim dot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk përjetojmë ato ditë që pejgamberin alayhi salatu wasalam e kishim gjithmonë afër dhe ai vazhdimisht na këshillonte neve. Atëherë menjëherë Abbasi radhiyallahu anhu hyn tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregon gjendjen e ensarëve, pra banorëve të Medinës, se çfarë po ndjenin ndaj mungesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wasalam jep urdhër që ta mbanin, çohet aq fuqi sa kishte, e lidh kokën e tij me shami, e lidh fort me fel që ty lehtësonte dhimbja e kokës, dhe po ashtu duke marrë Fadl ibn Abbasi, djali i Abbasit vet, bashkë me Aliun radhiyallahu anhu, del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami. Hypen në hutbe edhe i këshillon një këshill të gjatë muslimanëve, si për t'i treguar mi fjalë që kjo ishte hutbja e fundit e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këshilla e parë që u dha atyre ishte ajo këshill duke thënë që të dini mirë o musliman thot vlerën e ensarëve, banorëve të Medinës, të cilët e kanë ndihmu pejgamberin alayhi salatu wasalam, atëherë kur njerëzit e tjerë e luftun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse do të vi dita që ensarët do të paksohen dhe muslimanët e tjerë do të shtohen. Atëherë paksimi i tyre do thotë që ato do të zhduken dhe do të mbarojnë një ditë pa brizi i ensarëve, do të mbarojë, po do dalin bitë e tyre, do të dalin nipërit e tyre, çka do thotë që ensarët vet, ata që ndihmuan drejt për drejt pejgamberin alayhi salatu wasalam, do të vdesin, do të vinë një ditë dhe ata do të mbarojnë. Andaj unë ju këshilloj, i thot, që ta dini mirë vlerën e tyre, të respektoni ashtu sikur i takon atyre të respektohen. Ky është një nga këshillat e gjatë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha një këshill tjetër shumë të rëndësishme sahabëve të tij në këto momente, siç transmeton Buhariu dhe Muslimi, ku pejgamberi alaihi salatu wasalam thot: "Qatalallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Thot Allahu xhalla xhelalu i vraf thot edhe hebrejt, edhe çifutët, edhe kristianët, të cilët i bën varret e profetëve të tyre vend adhurimi. Ishin besimtar, shumë prej tyre ishin besimtar të mirë të Allahut xhalla xhelalu, vdiq profeti që kishin për shembull, dhe mas vdekjes së profetit vendin ku ishte varros ai shkon dhe e adhurun. Domethënë duke i bërë shok Allahu xhalla xhelalu. Pse e tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në momentet e fundit, ose më themi në hutbën e fundit që ka marrë sahabeve, dhe në momentet e fundit të vdekjes. Pra kishte frikë se ndoshta njerëzit do ta madhëronin aq shumë pejgamberin alayhi salatu wasalam, do ta ngrinin lart aq shumë sa të hynin po ashtu tek hadithi tjetër ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "La tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, walakin fa inma ana 'abdun wa qulu 'Abdullahi wa rasuluhu." Vërtet, juve mos më lavdroni mua aq shumë sa përfunduan dhe krishterët thot në lavdrimet e tepërta në Isai biri Merjemes, e lavdruan aq shumë sa bën Zot. Atëherë mos e bani këtë me mua, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse unë nuk jam gjë tjetër vetëm se robi i Allahut. Andaj thoni robi i Allahut, Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i Allahut dhe i dërguari i Allahut xhalla xhelalu. Po ashtu 3 ditë para se të vdiste pejgamberi alayhi salatu wasalam, mund të jetë brenda këshillave që ka dhënë në hutbën e fundit,
ose mund të jetë brenda shtëpisë së tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam 3 ditë para se të vdiste ka thënë një hadith tjetër që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, thot: la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Mos të vdesot ndonjëri prej jush vetëm se do ke pasur mendim të mirë për Allahun xhella xhelalu. Çfarë është mendimi i mirë për Allahun? Domethënë në momentet e fundit të jetës, kur njeriu shikon që nuk ka shpresa të çrohet, kur shikon nuk ka shpresa më të kthehet aty ku ka qenë, atëherë le të mendoj mirë se Allahu xhella xhelalu do ta mëshiroj atë. Mëshira e Allahut ja kalon dëshkimin e tij. Domethënë Allahu e ka më të madhe mëshirën se sa dëshkimin e tij, andaj edhe na jep një lloj siharishi me këtë lloj hadithi pejgamberi alayhi salatu wasalam që njeriu besimtar dhe musliman i vërtet në momentet e fundit të vdekjes duhet të pres edhe duhet të dëshiroj mëshirën e Allahu xhelle xhelalu, dhe Allahu xhelle xhelalu do ta mëshiroj besimtarin dhe muslimanin, krijesën e tij, musliman dhe besimtar. Tani pejgamberi alayhi salatu wasalam të gjitha të këshilla i ka dhënë në momentet e fundit të jetës së tij. Dhe këtë lloj hadithi ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 ditë para se të vdiste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do ndodhte me ata njerëz të cilët do të lëngonin, dhe ne do t'i themi transmetime se sa shumë ka lëngu pejgamberi alayhi salatu wasalam nga sumur me ngadhime e kokës dhe nga ethet e tepërta që kishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. A do të ishte në gjendje ndonjëri prej nesh të lëngonte, apo të urdhëronte, apo siç urdhëroi Abu Bekrin që të bëhet imam, apo dhe nga ana tjetër dhe të këshillonte ummetin e tij? Shikon disa se sa merak e ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam çështjen e islamit, çështjen e shariatit, çështjen e rrugës së drejtë, urdhëresave dhe ndalesave. Në fakt keni kujdes o njerëz, mos ta adhuroni vetëm sa Allahun xhelle xhelalu. Mos më lavdëroni mu ashtu sikur lavdruan krishterët të birin e Meriemës. Po unë jam vetëm rob dhe i dërguari Allahu xhelle xhelalu. Nuk kam status tjetër më shumë se sa kaq. Do të vdes edhe unë ashtu sikur vdiqën të gjithë pejgamberët e tjerë, madje në fund fare, në momentet e fundit të vdekjes, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: as-salata wa ma malakat aymanukum. Kini kujdes me namazin, e ka përsëri 2 herë si për të treguar mi fjalë sa e rëndësishme është çështja e namazit, pra mos çaloni asnjëherë me namazin, me një herë pas namazit. To ka qenë këshilla e fundit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku ka thënë që wa ma malakat aymanukum, dhe po ashtu keni kujdes të sillni mirë me ata që ju keni në duart tuaja, do të thënë me robërit dhe sklavët tuaj. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë gjithë jetës së tij ka ftuar dhe ka nxitur njerëzit që të lirojnë sklavët, të lirojnë robërit për hir të Allahut xhelle xhelalu, pa interes dunjaje, pa interes të hollash, do të thënë jo në shkëmbim të pasurisë, por ta lirosh për hir të Allahut xhelle xhelalu, sepse do të shikosh shpërblimet e pamata të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë, po jo të gjithë njerëzit munden të kenë këtë lloj shpirt gjërësie që t'i lërin sklavët dhe robit, siç ka qenë kjo në të gjitha perandorit, në të gjitha popujt dhe në të gjitha racat e asaj kohe, kur sklavëria apo robërimi i njerëzve që kapeshin në luftë për shembull, ka qenë një lloj procedure e njohur të gjitha shtetet e asaj vendi, asaj kohe me fjalë dhe të gjitha perandorit. Atë pejgamberi alayhi sallam ka nxitur që robërit të lëron për hir të Allahut xhelle xhelalu. Mirë, por nëse ndonjëri prej njerëzve nuk është mbushur mendja edhe don ta marrë robërin, me fjalë do ta marrë njeriu akoma rob me fjalë, atëherë keni kujdes, por të sillni mirë me të, siç ka thënë në hadithe të tjera pejgamberi alayhi salatu sallam, ta vishni ata ashtu sikur vishni vet, të haj ai ashtu sikur ushqeni ju, a nëse lironi është akoma më mirë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. 2 këshillat e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këshill që lidhet me shtyrën e islamit që është namazi, pra mos çaloni kurrë me namazin, edhe këshill tjetër me fjalkini kujdes me robërit Allahu xhelle xhelalu, çka do thotë se nëse ti mendon se je mirë me adhurimet e tua, je mirë me lavdërimet dhe falënderimet që i bën Allahu xhelle xhelalu, mos kujto se ky është maksimumi, mos kujto se kjo është ajo që ti ka arritur kulmin. Jo, duhet të sillesh mirë dhe me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Duhet të japësh të drejtat krijesave të Allahut xhelle xhelalu. Mos të hysh atyre në hak, vetëm në këtë lloj mënyre plotësohet feja, plotësohet besimi tek njeriu, duke qenë adhurimi edhe mëshira, toleranca, butësia kundrejt krijesave të Allahut xhelle xhelalu, njeriu plotësohet në mirësinë islame, në mirësinë islame që ka. Gjatë 13 ditëve, sidomos në javën e fundit, pejgamberin alayhi salatu wasalam e vizitonin shumë sahabët e tij.
ndërto ka qenë dhe Fatimja radiallahu anha. Ka por 2 vizita pejgamberit alayhi salatu wasalam në fillim, para se të rëndonte shumë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e pa që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte sëmur, u kejsu dhe vetë Fatimja radiallahu anha, një po pejgamberi alayhi salatu wasalam e bëri të qesh Fatimen, sepse i tha që unë do të përfitoj të mirë që më ka dhënë Allahu xhelle xhelalu dhe do të jem i pari që do të iki në ahiret, edhe e karikon me besim Fatimen radiallahu anha. Mirë po kur ndohet pejgamberi alayhi salatu wasalam, e viziton sërish Fatima radiallahu anha, e shikon në atë gjendje që pejgamberi alayhi salatu wasalam mezi fliste, mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam që mos ta lëndonte edhe vajzën e tij që e donte më shumë se gjithçka tjetër ndër familjarët e tij, e mori mënjan Fatimen radiallahu anha dhe i tha diçka në veshin e saj që mos ta ngjonin familjarët e tjerë, mos ta ngjonte Aisha radiallahu anha që ishte bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha diçka në vesh. Atëherë Fatima filloi të qaj. Mirë po për më të njëjtën kohë pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha diçka po në vesh Fatimes radiallahu anha dhe e filloi të ngazëllehet dhe të qesh. Mas të vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, e pyet Aisha radiallahu anha, çfarë tha ty pejgamberi alayhi salatu wasalam herën e parë që fillove të qash, dhe çfarë tha ty herën e dytë që fillove të qeshësh? Atëherë tha Fatima radiallahu anha, herën e parë pejgamberi alayhi salatu wasalam më tha, unë nga kjo sëmundje nuk do kem shpëtim. Do thot kjo sëmundje është sëmundja e vdekjes së time, ku Allahu xhelle xhelalu do të bëjë një fjalë Azrailin ose mirë themi atë engjëllin e vdekjes me marr shpirtin. Pra nuk do të kem shpëtim nga kjo sëmundje. Po herën e dytë e pyet Aisha radiallahu anha, atëherë i thot Fatimja radiallahu anha, herën e dytë më lajmëroi pejgamberi alayhi salatu wasalam se nga pjesëtarët e familjes do të jesh ti e para që do të takosh mua në ahiret. Edhe Fatimja u gëzu. Shikoni besimin e lartë të Fatimes, gocës së pejgamberit sallallahu, vajzës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk u trem se do të vdiste mas vdekjes pejgamberit sallallahu. Kush nuk tremet për nesh nga vdekja? Do të jetoj më shumë, do të apo jetoj jetën akoma më shumë. Fatimja e mori këtë lloj sjarriqi nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që mas vdekjes time ti do të jesh e para nga familjarët e mi që do të vdesësh, çfarë do të thotë që do të takohesh me mua e para nga familjarët e mi, dhe u gëzu Fatimja radiallahu anha, sepse nuk ishte që donte jetën e kësaj bote. Fatimja radiallahu anha pa Allahu që t'i kënaq me të, pa babën e vet, pa pejgamberin, pa të dashurin e Allahu xhelle xhelalu Muhammedin alayhi salatu wassalam. Po ashtu nga vizitat e shumta që i kanë bërë pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë edhe Usama ibn Zeidi. Usama e bëri gati ushtrinë, u mblodh ushtria edhe vjen me një fjalë, shkon lajmi dhe lajmëron Usam duke thënë: "Eja thot dhe muslimis, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam është rëndu shumë dhe nuk shkon për shkak që ti tikësh atë në tokat e Shamit dhe ta lesh pejgamberin alayhi salatu wasalam në këtë gjendje." Dhe vjen Usama radiallahu anhu, e viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit të jetës, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk kishte mundësi t'i folte Usamës, vetëm se ngrinte duart për nga qielli, i bënte dua dhe bënte me shenjë Usamës. 2-3 herë kështu e bënte me shenjë Usamës, derisa thot Aisha radiallahu anha, e kuptuam që pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse ishte në atë gjendje që lëngonte nga sëmundja e tij, i bënte dua Usamës që Allahu xhelle xhelalu ta begonte dhe t'i jepte begati shumë Usama ibn Zeidit, që kishte saktuar pejgamberi alayhi salatu wassalam si komandant të ushtrisë islame. Po ashtu në ditën e han ku pejgamberi alayhi salatu wassalam u zgjua në mëngjes herë në sabah, ndjeu që ishte pak mirë. Hyjeret apo dhomat e pejgamberit alayhi salatu ka qenë në këtë lloj forme, në këtë lloj ane. E hapi atë perden e shtëpisë vet, edhe e pa që Abu Bekri radiallahu anhu e kishte pas filluar namazin, edhe të gjithë muslimanët sahabët ishin rreshtuar në safe pas Abu Bekrit, edhe sapo ha perden pejgamberi alayhi salatu wasalam, kënaqet edhe fillon të buzëqesh. Pse buzëqeshi pejgamberi alayhi salatu wasalam? Sepse arriti asaj dite që edhe nëse do të vdiste, muslimanët do të kishin mundësi të jetonin, të faleshin, të adhurojnë Allahun xhelle xhelalu pas një prisi të vetëm që për momentin ishte Abu Bekri, dhe ishte shenjë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që halife pas tij do të vihej Abu Bekri radiallahu anhu. Atëherë u gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk kishte më gajli pse do të vdiste, se mas vdekjes së tij kishte burra të cilët do ta marrin ummetin e tij, ishte Abu Bekr Siddiku radiallahu anhu.
Në këto momente kur sahabët e pan që pejgamberi alayhi salatu vesselam po ndjehej mirë mas namazit të sabahut, të gjithë shpërndahen në punët e tyre, në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre, duke menduar se pejgamberi alayhi salatu vesselam u ringjall dhe një herë nga sëmundja e tij, domethënë u shëru. Mirë po sa po futet pejgamberi alayhi salatu vesselam në shtëpi, aty fillon të rëndohet akoma më shumë. Rëndohet pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe fillon të lëngoj akoma më shumë. Viziton Abdullah ibn Mas'udi pejgamberin alayhi salatu vesselam, siç transmeton Buhariu dhe Muslimi, të dy ata në sahihat e tyre, i thot Abdullah ibn Mas'udi, innaka latu'aku wa'kan shadida, vërtet o dërguari Allahu xhalla xhelalu, po shikoj që ti po lëngon dhe po lënkon shumë nga sëmundja. Atë i thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, është vërtet thot, unë lëngoj dhe lëngoj nga kjo sëmundje që është me të njëjtën agonia e vdekjes së po vdiste pejgamberi alayhi salatu selam, kjo lloj agonie është barabartë sa për dy burra për jush. Pra pejgamberin alayhi salatu selam, Allahu xhalla xhelalu e bëri të tillë që sëmundja ta mundonte edhe të lëngonte nga sëmundja më shumë se gjithë të tjerët. Pse? Vetëm për më vërtetu që Muhamedi alayhi salatu vesselam nuk është gjë tjetër vetëm se njeri si gjithë njerëzit e tjerë, vetëm se rob si gjithë robërit e tjerë, profet si gjithë profetët e tjerë, dhe nuk keni pse të jepni atij atribute hynore. Atributet hynore i takojnë vetëm Allahu xhalla xhelalu. E nëse ky njeri do të vdes, e nëse ky njeri ka jetuar si gjithë njerëzit e tjerë, e nëse ky njeri është sëmur ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë, a nëse ky njeri lëngon nga sëmundja si të gjithë njerëzit e tjerë, atëherë nuk është gjë tjetër vetëm si dërguari Allahu xhalla xhelalu, edhe nuk kemi pse të mbeshin atij atribute hynore që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe her pas here pejgamberi alayhi salatu wassalam thonte la ilaha illa Allah, inna lil mauti sakarat, nuk ka të dhuruar me të drejtë përveç Allahu xhalla xhelalu, vërtet vdekja thot pas ka agonin e vet. Filloi vetë profeti alayhi salatu selam në çastet e fundit të ndjej agonin më të fortë që ishte në nivel derisa kanë rënë 2-3 herë dhe fikët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pejgamberin alayhi salatu selam në këto momente e viziton dhe Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abdurrahmani djali Ebu Bekrit, që ishte dhe vëllai Aishës radiallahu anha, që ishte bashortë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte mundësi dhe forcë pejgamberi alaihi salatu selam të jepte gjavab. Mirë pa Abdurrahmani kur e vizitoi pejgamberin alaihi salatu selam kishte në dorë miswak që po pastronte dhëmbët e tij, dhe pejgamberi alaihi salatu selam ja nguli syt shikimin miswakut që po përdorte Abdurrahman ibn Abi Bekri, Abdurrahmani djali Ebu Bekrit. Dhe Aisha radiallahu anha ja bëri me shenjë pejgamberit alayhi salatu selam duke thënë, a mos vallë don të bi një mizvak që të pastrosh dhëmbët? Atë e bën me shenjë pejgamberi alayhi salatu selam, po thot këtë kërkoj, nuk ishte mundësi të folte, edhe pse po lëngonte, edhe pse ishte në agoninë e vdekjes, i dha shumë rëndësi traditës profetike, i dha shumë rëndësi sunetit të tij, pra sunetit pejgamberit alayhi salatu selam, si për t'i treguar njerëzve mbar që sido që të jeni, të në sëmundje ose jo, të shëndosh ose jo, të fort ose të lig, me fjalë, të jemi të fuqishëm ose jo, gjithmonë mos ta lini sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur i ka dhënë rëndësi vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetit të tij deri në momentet e fundit të vdekjes. Del Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abdurrahmani djali Ebu Bekrit, del nga shtëpia, nga dhoma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk zgjat shumë, dhe pejgamberi alaihi salatu selam gjithmonë fillonte të shqiptonte fjalën Allahumma fir rafiqil a'la, o Zoti im, unë du shoqërinë e audiencës hynore, pra du shoqërinë e njerëzve dhe krijesave më të mira që ke krijuar ti, ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, ma ata cilët ti ke dërguar profet, ma ata cilët janë besnik si puna e Abu Bekrit, pa çdo profet që ka kaluar para nesh ka pas besnikun atij umeti, siç është Abu Bekri besniku i këtij umeti, domethënë njeriu më i sinqert i këtij umeti, ashtu dhe popujt e tjerë kanë pas dhe njerëzit më të sinqert në popujt edhe në
në popujt e tyre, andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdimisht thonte që du këtë lloj shoqërie derisa në fund fare gishti pejgamberit alayhi salatu wasalam me gishtin dëshmues i ran tokë dhe syt i ngelen me fjalë sipër, sepse ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kuptoi Aisha radhiyallahu anha, e cila thot vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam në prehrin tim, do më fal duke qenë afër Aishës radhiyallahu anha. Çfarë bën sahabët mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, po ashtu edhe Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij nga Enesi radhiyallahu anhu, i cili thot: كان اليوم الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. Atë ditë që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shkel në Medinë, ndriçoi çdo gjë aty. U ndriçu Medinja kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në të kundërt thot: "Falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi adlama minha kullu shay." Atë ditën që kur vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam, u ersu krejt Medinja, me gjithçka që ishte në Medinë, u ersuan sytë e sahabëve radhiyallahu anhu kur vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj thot Enesi radhiyallahu anhu: وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. Dhe ne sapo mbaruam punë nga varrimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, që varrosëm me duart tona, thot, derisa pam që zemrat tona kishin ndryshuar. Çfarë kishin ndryshuar? Kishin lënë islamin? Jo, nuk ishte Enesi radhiyallahu anhu dhe as sahabët e tjerë të tillë që të lënin islamin, por ishin ndryshuar zemrat e tyre, sepse nuk do ndjenin më begatin që zbriste Allahu sa ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam gjallë. Mëshirën Allahu subhanahu wa taala, atë lloj përjetimi të bukur, atë lloj karikimi të besimit që e kishin sahabët kur ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam ulur në kuvendet e tyre, në mezhliset e tyre, dhe vazhdimisht i këshillonte me fjalë të ëmbla që kishte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ndërkohë dietarët islam duke mbledhur të gjithë transmetimet që kanë ardhur, sepse në detaj nuk mund të themi do gjithçka edhe para vdekjes edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se do duhet një javë tërë me mirështu të gjitha transmetimet. Atë transmetimet e mbledhura dietarët kanë thënë se disa prej tyre, thot një fjalë, u çrregulluan në mendjen e tyre, jo se lutën mend, s'po bëhet fjalë kjo gjëja, po më thënë nuk dishin se çfarë vepronin. U çrregullun, çfarë do bëjmë nga vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kishte për tyre që u ulën në një vend dhe nuk u çoshin dot, nuk kishin ç't bënin. Po ashtu kishte për tyre që ju lidh gjuha, nuk kishin mundësi të flisin asnjë lloj fjale. Kishte edhe për tyre që nuk e besonin. Thot nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Njëri prej tyre ishte edhe Omeri radhiyallahu anhu. Nuk ka mundësi kur thot vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përpara se të shujt gjithë munafiqinët, përpara se të shujt të gjithë hipokritët, thonte Omeri radhiyallahu anhu. Mirë po ja që disa ishin të çrregulluar, nuk dinin se çfarë vepronin. Disa ishte lidh gjuha. Omeri radhiyallahu anhu nuk u mjafton me kaq. Jo vetëm që nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, por doli në xhami, mes xhamisë dhe thonte: "Kush thot që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka vdek, atëherë ka punë me mua. Atëherë unë thot kam për ta godit atë njeriu, kam për ta vrar fare, kam për ta heq kokën atë njeriu." Pse? Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka vdek. Ati i kanë rënë fikët, ashtu sikur janë fikët Musait kur shkoi me marr Tauratin dhe të zgjodhe një herë që ta çojë këtë çështje deri në fund, dhe munafiqët më thënë tregoj se kush janë ata. Vjen Ebu Bekri radhiyallahu anhu, e merr vesh lajmin e vdekjes, futet aty, e shikon që pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte mbuluar me rrobë, ja merr rrobën me fjalë atë mbulesën, ja çlon fytyrën e tij, e pa se kishte vdek, edhe çfarë tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, thot: "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita." Pasha Allahun xhalla xhelalu, tu bofshin kurban, thot Ebu Bekri, transmeton Buhariu dhe Muslimi, baba dhe nana ime, thot, ti ke qenë i mirë, thot, si gjallë, ashtu do i vdekje gjithmonë i mirë. I thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu, pejgamberit alayhi salatu wasalam ashtu i vdekur. En puth mball pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, del në xhami, e shikon që sahabët me fjalë e kishin hum atë torun e tyre, dhe i thot Omerit radhiyallahu anhu: "Omer, dil këtej", thot, sepse është një moment që duhet mi fol njerëzve, duhet mi lajmëruar që ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Omeri ngrin tezanin: "Nuk ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Atë i thot Ebu Bekri: "Ala rislika ibn al-Khattab", me ngadalo biri Khatabit, se nuk bën të punë kështu. Atë i hypi vetë në mimber Ebu Bekri radhiyallahu anhu, edhe thate fjalën e madhe:
ejuhan nas, o ju njerëz, dini se Muhammedi alayhi salatu wasalam ka vdek. Fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa innahu man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dini o njerëz se nëse ju thot e keni pas adhuru Muhammedin alayhi salatu wasalam, Muhammedi vdiq, dhe më thonë nuk meriton adhurimin një krijes që vdes, por është vetëm Allahu xhelle xhelalu. Thot a nëse juve keni adhuru vetëm Allahun, dijeni se Allahu xhelle xhelalu është i gjallë e nuk vdes kurr. Këtë e tha Ebu Bekri radiallahu anhu dhe këndoi ajetin tjetër kuranor ku thot Ebu Bekri radiallahu anhu ajetin kuranor, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nuk ka qenë profeti vetëm se një profet si Muhamedi, s'ka qenë vetëm se profet si gjithë profetët e tjerë. Nëse ai do të vdes apo do të fritet, ju do të largoheni nga feja Allahu xhelle xhelalu. Atë çfarë thot Omer radiallahu anhu kur e dëgjova këtë ajet nga goja e Ebu Bekrit që e këndoi në hutbet pejgamberit, në minber pejgamberit alayhi salatu wasalam, aty përfundimisht vërtetova që pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Han, në 12 muajt Rabiul Awwal, dhe është vënu vërrimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, është vënu deri kur? Deri ditën e mërkurë, deri sa u la xhenazja dhe është fal pal sa është zgjedh Ebu Bekri khalife. S'kishin imam në fjalë për me fal atë. Nuk u boi Ebu Bekri imam sepse nuk ishte zgjedh akoma khalife. Edhe kanë falë ashtu pal deri sa ditën e mërkurë e kanë varros pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allah sa fort kanë qenë sahabët. Thuaj se ditë u bë për ta kiamet, dynjaja syt aty në unzi au si mos të i vdiq i dashmi pejgamber, si do mos zonja madhe Fatime, sa roi 6 muaj super në tu qapërte. Imamejt Hasan dhe Huseni, imamejt thoshin ç'është ky musibet, o bobo gjyshin ton në vesh na gjet. Imami Aliu në atë minutë ka ngri, si mi pas ra Rufeja ai është nxit. Lajmi zi për hapsive tim gjithka. Medineja u dyn për atë padisha. Truma erdhen për me vërtetu atë lajm të zi që është doshin me besu, por shumë kush nuk desh me zan besmator. Fort Ymeri me këlliq ndor, thotë asje sparja i në xhami, sot ma mirë se për dit a nuk pat gdhi, ndoshta që ata e thet forta nga kap, por munafiqët atë lajm du me përhap. Wallahi ai që më thotë se i ka vdek, ma ças kokën me këlliq kanë për të hek. Pastaj vjen Ebu Bekri e futet në shtëpi, ja ngrin yrtin për fytyrës tij, e pas e kishte këtha inna lillah, 2 herë se vdes Resulin e vetë ai Allah. Mbas ty në fjalëve e puthin ball pejgamberin tu vetu. Pastaj ehli bejtin e kanë ngushëllu. I tha Aliu të Abbasit, o shok, qofshin vetë shnosh, mënirni me në kokë se njerëzit vdesin, vetë Zoti është baki, lypset bëjmë durim në kashi urni ti. Mbas ty në fjalëve prej andej ka dal, ka shku në xhambi, minbert ka majt këto fjalë, vllazën musliman fatadinit të tan, se sot ka ndruar jetë pejgamberi jon, kush ti ke besu Resulit le ta di se ai vdiq, vetë Zoti është baki. Mbas ty në fjalëve këndoi dhe njëjet i cili për vdekjen e Resulit flet. Atëherë sahabëve u erdhin ndërmend kuptimi i ajetit që ai ka përmend, ata jetë të anëzun me këndu me fjalën e Allahut janë ngushëllu. Të ishin sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam që pas atij çrregullimi arriti Ebu Bekri radhiyallahu anhu, krijesa që qante gjithmonë kur këndonte Kur'an, krijesa që ishte i budhë tolerant, arriti të mandi një qëndrim të fortë që nuk e mandi dot as vet Omeri radhiyallahu anhu. Po ashtu është me vlerë parë se të mbarojmë. Shumë për sahabët pejgamberit alayhi salatu selam nuk mujtën me det ban Medinë. Pse? Sepse ishin mësuar që në xhamit pejgamberit alayhi salatu selam tishin gjithmonë pejgamberin, të dëgjoshin fjalët e tij të ëmbla, këshillat e tij të mira. Mbas vdekjes së Resulit disa sahabe prej mallnimit nuk mundet me lënë man Medinë. Ajo ngjarje si zemër në zemër ju ngul. Prandaj në tëra vende ata janë shpërngul, si për shembull ai Bilali Habeshi, nuk mund me ndrit mos asaj ngjarje në shtëpi, edhe pse ju lut Ebu Bekri të rinë detyrë, ai tha unë do të luaj menç me këtë mënyrë. Vorën e Resulit sun për shof me sy, detyrën time mas mundem me kry. Ashtu shkoi Bilali në kufit Siris, ndeti atë me toqjet e ushtrisë, mbasi ndej 6 muaj atje gjithnjë tuqa, një natë në ëndër pejgamberin e ka pa. I thot o Bilal, as ka marr malli ty që se erdhe një herë me pa 6 muaj me sy.
Bilali në atë minut trishtushëm as ju, ash nis marrë Medinë e tuj fëgu, sa ka sos ke mezari, pra të kvari pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa ka sos ke mezari mbi te kara, ja ka syll takën e tij me lot tuqa, kur e pan imamen mbi vort përmbys, shkun dhe ngritën se ju dhëms, dhe ju lutën atij të i than për hatrin tan, të hypshet thirrëshin kod gjyshit një ezan, dhe ai hypin vend kur tha Allahu Akbar, njerëzit kujtuan se u njall prapa i pejgamber. U dyn populli i Medinës krejt burra e gra, dulën për shpiash në për rrugët të qa, aman zot çfar vaj ka kris me dënes, u lanë me lot gjithë rrugët e Medines, dhe Bilali s'mund me mbaru atë zan, për i vajtimit atë për gjymës e kalan, nga dashtuni e plot, ashtë djek e përvlu, ma qasaj pa për Medines ashtë largu, sahabët dhe kërë kujtoshin atë nebi, qashin shkrieshin si qëri, kujtoshin morane e ti te për të nalt, dhe kshillat ati ta ambla si mjalt, mundoshin fort me i vun veprim, me bat kundërtën e numoshin krim, ata bura qenë që i nullë zotit u shkrin, ridwanullahi alihi me gjmerin. Sahabët e pejgamberit alihi salatu wasalam, pra ishin ata cilët u mjaftun me pun, u mjaftun që pjetën e pejgamberit alihi salatu wasalam, jo thjesht me festime dhe këntime, po ta zbatonin në jetën e tyre, se vetëm në këtë lloj mënyre do të fitojë kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala në shpërblimet e përhershme të xhenneteve të larta. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu na bëjë dhe neve të ndjekim ashtu siç duhet rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sunetin dhe traditën e tij, sepse vetëm në këtë lloj mënyre do të kemi sukses nga ana e Allahut Gjelle Gjelalu, ashtu sikur kishin sukses gjeneratat e para islame. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.